Ja veç Veç. Sërbi dejdu në Sërbi, a? Po në svole Sërbisë, në veç shqip. A dejdu Sërbi. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Ministria e Brendshme serbe ka lëshuar një urdhër arresti për oficerin e policisë së Kosovës që ndaloi një maturant serb në Mitrovicën e Veriut 2 ditë më parë. Ministria e Brendshme ka lëshuar një urdhër arresti për Dilot Brahimin, një oficer policie i cili dje sulmoi fizikisht një nxënës të shkollës së mesme serbe në fund të vitit shkollor në veri të Mitrovicës. Brahimi do të arrestohet kur të jetë në dispozicion të policisë serbe, që nga sot e tutje pa parashkrim sa herë që të jetë e mundur, tha Dačić. Një incident ndodhi në Mitrovicën e Veriut me 23 maj, ndatë të cilit reagoi një pjesëtar i policisë së Kosovës që ndodhej në afërsi, dhe kjo ka shkaktuar reagime të shumta. Disa pretendojnë se policia reagoi në mënyrë selektive dhe përdori forcë të tepruar, ndërsa të tjerë thonë se policia mori masa të domosdoshme për ta shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës që u provokua nga serbët. Sipas videove që po qarkullojnë në rrjetet sociale, një grup maturantësh nga komuniteti serb po festonte mbarimin e vitit shkollor me një paradë në përqendër të qytetit, kur një polic ndaloi njërin prej tyre për shkak se, siç thuhet, ka provokuar njerëzit në një kafene lokale aty pranë. Prej shtatorit të vitit të kaluar në qendër të Mitrovicës së Veriut janë hapur disa biznese në pronësi të shqiptarëve të Kosovës, të cilat kryesisht bojkotohen nga banorët vendase serb. Shefi i misionit të BE-s për sundimin e ligjit, Giovanni Pietro Barbano, reagoi ndaj incidentit duke thënë se ndihej thellësisht i tronditur dhe dënoi sipas tij të ashtuquaturin përdorimin e tepruar të forcës nga policia e Kosovës ndaj të riut në Mitrovicën e Veriut, por nga ana tjetër ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, theksoi se policia ka vepruar në mënyrë profesionale dhe se ndërhyrja kishte për qëllim të ndalte për shkallëzimin pas provokimeve nga disa maturantë, të cilët sipas tij përdorën simbole nacionaliste dhe broritje shoviniste, si Kosova është zemra e Serbisë, apo bën simbolin e tregishtave, një simbol që tregon krenarin për gjenocidin serb ndaj kosovarëve. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Zveçla ka publikuar një video nga manifestimi i djeshëm i maturantëve në Mitrovicën e Veriut, ku dëgjohen thirrje të tilla si Kosova është zemra e Serbisë dhe simbole të tjera nacionaliste. Zveçla tha se gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës e gëzojnë të drejtën e organizimit dhe manifestimit në hapësirat publike dhe veçanërisht kur ato njoftohen në organet e rendit. I tillë ishte edhe manifestimi i sotëm i maturantëve në Mitrovicën e Veriut. Pas njoftimit, policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha hapat që sigurojnë mbarvajtje të plotë të këtij manifestimi. Gjatë manifestimit, disa pjesëmarrës kanë filluar provokimet ndaj qytetarëve të pranishëm në shesh, me simbole nacionaliste dhe thirrje shoviniste, Kosova është zemra e Serbisë, dhe me simbolin e tregishtave, që jo vetëm përkujtojnë spastrimin etnik dhe gjenocidin që Serbia ka kryer në Kosovë, por manifestojnë edhe pretendimet që ky shtet ka ndaj Republikës sonë, shkruan Zveçla. Mëtej, ministri i Brendshëm thotë se policia e Kosovës në mënyrë profesionale ka ndërmarrë veprimet e nevojshme me qëllim evitimin e përshkallëzimit të mëtejshëm. Republika Jonë Demokratike garanton të gjitha të drejtat, sikurse nuk mund të lejojë që këto vlera demokratike të cënohen përmes akteve të ngjashme që burimin e kanë te regjimi autokrat i Vučićit. Në fund, Zveçla ka bërë thirrje te qytetarët që të mos bien në provokime të tilla, e që për qëllim kanë destabilizimin e situatës në Kosovë. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve pa dallim të mos bien në provokime të ngjashme, si dhe apeloj të mos instrumentalizohen nga Beogradi zyrtar dhe kryekriminali Radojčić, që duan eskalim dhe destabilizim të situatës në Kosovë, tha në fund ai.